janë nësë që i panë sytë. Ku e lamë ku në mbeti vajva tani e mirë miletin. Ka do t'ja fillojmë sot unë nuk e ti. Që i thot gjëra që i thot tema për të folur është shpresojmë si zjatet shumë kësaj radhe. Për gjithë ata që e kanë ndjekur, në fakt monologu im i parë ka qenë pikërisht te kronika e zezë. Me sa me mend ka qenë një vrasje ku Fieri ka vrarë Dhëndrin për një një dhunë që i ushtroi nusës budalla e tillë. Do me thënë që fatkeqësisht është një gjë shumë normale për Shqipërinë, por kjo është. Para një jave tash apo nuk e di sa ditë u bën që ndodhi vrasja e atij policit nga një 21 vjeçar në vitin 2021 në mes të Europës, do me thënë është është një lloj fatkeqësie, është një lloj komedie, është shumë gjëra në të njëjtën kohë dhe nuk e di. Pa filluar jetën akoma individi, pa filluar jetën akoma, e merr jetën një personi tjetër dhe po ashtu jetën e tij, domethënë. Normalisht me tani që kanë dalë të gjitha rekordet që ka pasur, normalisht nuk ka pasur fëmirin të qetë apo normale, normalisht ka qenë agresiv, ka pasur histori të tjera më përpara dhe e para kush i lejon tha njerëz të me thënë që ta arrin deri në këtë far pike që ti ngrihet ai shumë vetbesimi. Nuk është se i lejon njeri, nuk është se është skem e ngritur, është thjesht një pasivitet i shoqërisë që ushtron këtë lloj ideologjie, domethënë që vetëm po të jesh kafsh mund të arrish diku përpara, por gjithmonë të dalë një që e ka hundën me më shumë lesh se sa ti. Kështu që nga do të vesh, sa do të ngrihesh prapë brenda e ke, është thjesht çështje kohe. Në qoftë se nuk i bën gjërat sipas standardit, nuk e ka askush të gjatë. Por normalisht nga do ta kuptoj ai 20 vjeç, 21 vjeç ai ishte dhe ne kur kemi qenë 21 vjeç ashtu donim të ishim më të fortët, më të bukurit, më kështu më ashtu. Normalisht. Shumica, sidomos shumica e meshkujve është e sigurt që ose janë normal të paktën e kanë pasur aty pjesën e dominancës një aspekt shumë të rëndësishëm. Por piqet robi edhe duke fituar atë kur fiton atë sigurinë vetjake, domethënë nuk duhet. Po që ja, ndodhi kjo sepse nuk ka robi asnjë mundësi tjetër, nuk ka mjaftuar mundësi që të shprehësh dominancën tënde ku diçon psiqike, fizike, sportive, historike, gjeografike, ku të rreth ty, nuk e ti mjaftueshëm mënyra se si ta shprehësh veten tënde, se si ta manifestosh ti atë që ti mund të arrish ose atë që ke brenda. Normalisht ndodhin këto gjëra që ndodhin ku ai që duket më i fortë, domethënë vërtet e merr atë fuqinë. Si vlen fare të flasim për atë pjesën që kishte bërë me dashur, domethënë është është çdo lloj standardi, nuk për këto mund të dalim prapë ata tipat që dilin me pankarta në sheshe, të thonë prapë futekarin brenda edhe jemi në rregull pastaj, mbase e zgjidhin ata problemin po ta nxjerrin edhe një herë atë pankartën, ose ajo vajza tjetër pastaj që toli ashtu. Më sugjeroj të dilni prapë sepse me sa duket nuk e pas keni bërë punën siç duhet me ato pankartat tuaja. Kështu që provo përsëri si tek ato çokoladat Kautonik. Zgjidhja e këtij problemit me ato lloj pankarta është ajo bicikleta që s'erdhi kur. Gjithsesi. Të është një paradoks shumë i madh se si ka mundësi që to gazetarët tanë, domethënë edhe këta të mirët ose këta që janë të paktën pak më shumë të respektuar se sa të tjerë dështojnë në përpunimin e thelbit. Merrni gjithmonë me idiotësira më të kota, domethënë që se marr vesh. Ndodhi ngjarja
jo kishte tatuazh dua ti jem killer, jo kishte këtë, jo pinte bar, ai kishte literally kishte vrar fucking policin atje. Robi thoshte kishte kaq gram bar në xhep. Ore jeni idiot apo bëni vetë ju? Pse më çaj dini barin ju, psychedelic që të nxjerr nga trut e kokës, nuk di çfarë bën. Shtrok më normale si gjithë tjerat. Ngelen akoma me atë mentalitetin e 80-s, 90-s, sikur predikoni në kish. Mos merrni shtofet e djallit. Ç'është kjo? Jo po postonte ato në Instagram, po të postojmë në Instagram pra të punësh Instagrami. Si ka mundësi që jeni ka shitur të gjithë nga të gjitha anët që nuk merret njëri të thojë që ore vlla, dale mo. Si, ku e ka gjetur të manti, ku e ka marrë, që ishte kjo parcela, kush është i zoti, këti, të plemqit, kush ja jep gjithë të fuqit madhe, kush ja jep gjithë këtë fuqi këti që të shkatroj jetën e një familje tjetër, të lëj fëmijë tim, të lëj grua të ve, edhe fusi tjetrin në dhe, akoma 40 e ca vjeç sa është ai, në gjysmën tjetës ti. Qa sistemi është? Qa mund të bëjmë ne për të? A do i themi në një herë? Se më dha nuk e thoni një herë kush i ka parcelat, jo ishte një bujk atje që dilte, jo po se filani, jo po se fisteku, jo po se nuk bien asnjëherë gjithmonë. Po prapa me sa duket ju i dini kush janë, nuk i thoni. Por një budallik më i madh, më thënë, është që duket më e rëndësishme tatuazhi që kishte Robi në shpatull apo në gjokë ku kishte. Se sa të trajtoje gjithë ato gjërat e tjera që i dolën aty nga mbrapa, se si dolën gjitha zezat që në fillim aty, normalisht. Shikoje nga duash në Instagram, në Facebook, e nxinin njerëzit foto kur kishte qenë i vogël, kishte bërë me Ramën. Rama mund të jetë më fizderi më i madh, por çfarë ka faj ai se ai ky u bë pler kur u rit? Çfarë faj ka Rama personalisht me atë foton që nxini ju? S'pani se i ulni nivelet muhabetit. Nuk ka arrin gjë ku drejton gishin direkt, merren në sistemet gjitha, ku ka qenë familja. Okej, familja dështoi se edhe familja s'ka tani bëj vetëm ta vrasë me duart të veta nëse nuk kthehen Robi. Po ky diku e kishte mbështetjen. Këtë dikush e furnizonte me mall, apo dikush ja ka dhënë armën, diku e ka marrë, e ka bler. Është shumë e rrallë si rast që ti ketë bërë gjitha vetë ai këto. Do ishte gjeni pastaj. Por me këto duhet marrë. Robi kishte vrarë policin e thoshte jo, po policia ka ushtruar dhunë ndaj dy të tjerëve. Do me thënë edhe po e hetojnë policët për dhunën që kanë ushtruar. Ju jeni psikopeter e bëni vetë, ati sa ju vra kolegu punës, do me thënë. Gjatë punës, ju merrin tani që me ushtroj dhunë. Jo dhunë ti ushtroj, po ti zbërthej nga fillimi në fund. Të gjitha kockat. Fakti që kemi arritur deri këtu është sepse nuk kemi polici të fortë. Po të kishte polici të fortë me prestigj, normalisht nuk do arrinte asnjëherë deri këtu. Nuk do kishte pasur ai shumë bola i sa të nxirrte atë pistoletën. Po se kemi nëse ndodhin gjë, jo po pse i vë ai pranga atij, jo po atëret në protesta, jo po pse i kthehet keq atij e kështu. Jo po në vendet e tjera të respektojnë, në vendet e tjera të bëjnë hajrin, dilni një në vendet e tjera. Shifni çfarë bëhet në Evropë. Edhe do ta shohim. Marrim shembull tash Berlini, që ka policin me status më varilesh në gjithë Gjermanin, nga që është majtist si land edhe si qytet. Pra nuk ka njeri që t'i bëj gjibi policisë përballë suratit apo budalliqe të tilla, domethënë që si shkon njeriu fare në mendje domethënë. Ç'është kjo? Kur përdhunohen edhe ndodhin raste probleme të tilla në një sferë tjetër të shoqërisë, domethënë ndodhin përdhunime, ku dijon abuzime në dhunë nga të dy anët, do me thënë mendoj gjithmonë ore dale si erdhi kjo muhabeti mos se kot nuk të re njeriu. Kurse kur vetë policia, jo po policia nuk është ashtu, nuk është kështu, jo po ushtruan dhunta i dimve, po pse më çati bënin, them të keqën xhaxhi. Kur sa më vdiq kolegu. Jeni në metro.
Nuk diskutohet se atje ka mungesë profesionaliteti, se nuk po them që kemi policinë më të mirë në botë dhe vetëm thjesht i mungon imazhi. Jo, as pak, normalisht gjë duket që ata që kishin vajtur kishin marrë edhe dorashkat i kishin lënë në tokë me gjakun e filanit. Por nuk do të thotë kishin e sulmuar policinë, kapëm ato që ishte. Ata nuk kishin pajisjet e duhura, nuk kishin një jelek, nuk kishin mbrojtje, nuk kishin asnjë gjë. Kjo është fatkeqësi shumë e madhe. Ai u boj në të gjithë emisionin që ka bërë Blendi Fevziu, do përmend emra tash varilisht. Përmendet vetëm në 5 minutat e para polici. Edhe familja e tij që ngeli jetime dhe gjatë gjithë kohës flitet për këtë tipin se ky ka vrarë ku dëgjon Joe Bidenin. Dhe ka bërë për të mirën, e nxjerrin si një far Robin Hoodi, e nxjerrin si një killer që është një rob jashtëzakonisht shumë interesant për ta njohur sepse ku dëgjon ka qenë pjesë me. Kur në të vërtetë nuk është as pak, është thjesht një lumb i shoqërisë që ka qenë në një vend gabuar, në kohë të gabuar dhe ka marrë dhe vendimin e gabuar on top of that. Edhe ky tipi nuk e përfaqëson ai shumë shoqërinë tonë. Ky që vrau edhe vdiq. Më shumë shoqërinë tonë e përfaqësojnë këta analistët edhe gazetarët që flasin për to. Këta e përfaqësojnë shoqërinë tonë 100%. Se nuk merren asnjëherë me thelbi, se ose janë çiptur, ose janë mbytha, ose janë vërtet idiota që nuk arrin ta shikojnë të vërtetën në sy që ku qëndron problemi. Se nuk ka mundësi tjetër që asnjë nuk i gjen palë të interesit. Vetëm ushtarët edhe për këto ekzekutuesit flitet. Vetëm për ata që xha janë kapur ose janë të vdekur në këtë rast. Për ata që marrin lekët, domethënë që marrin dhe japin lekët, furnizojnë tregun, bëjnë lloj ndërmarrje nga ana logjistike, domethënë këta tipat janë aq mirë, janë aq fuqishëm ku dëgjojnë, duket i kanë kap gjithë, kështu që nuk i intereson fare. E del pasaj Artan Hoxha, Kludena Lala, çaj ka ajo. Edhe flasin një orë atje, jo, po kjo është bima kështu se mbillet në për kaq kohë, ti idiot. Kush i di, në Atenburg jeti na bësh dokumentar botanik, apo flasim për ato që na duan. Ç'është kjo valla? Trajton çështjen aty sikur ishte një histori biliona vjeçare, si një film Hollywoodi, është shumë e thjeshtë plak. Neglizhimi i të gjitha anave çon në atë pjesë që çoj. Kjo është shumë e thjeshtë, domethënë. Është idiote si situatë, po kjo është e vërteta, nuk ka më asnjë lloj thellësie për brenda vetes. Nga shkaku dhe kush ka qenë ndezja ose si ka mundësi që mund të ndodhin këto gjëra në shoqëri. Ja, kjo po është edhe. Ktu po diskutojmë, po me këtë s'merret njeri. Se marrin si rast i izoluar. Gjithmonë. Hajde. Nuk ka pse të ndihet asnjë i cënuar nga shteti nga këto anë, domethënë se kjo nuk është çështje politike, kjo është diçka që duhet ndarë një çik nga ana politike. Është ekzekutive, është policia, domethënë policia duhet ta ndajmë çik nga politika. Duhet kemi sigurinë e vet. Po se patëm të fortë, nuk do të jenë ata në asnjë lloj situate apo në asnjë lloj stadi sa të mund t'i kthehen te atyre që janë më të fortë. Duke i akuzuar në gjithmonë jeni palë në këto jeni atë. Duhet fakte. Kur ndodhin këto, kur të gjithë flasin përpara. Kurse të gjithë këto intelektuale që edhe gazetarë edhe investigativ që kanë kaq shumë informacion, domethënë nuk thon asnjë centesmë përpara, vetëm kur ndodh gjëma. Është shumë e thjeshtë, duhet një polici më e fortë, duhet më pak shtet. Shteti duhet më i vogël, normalisht. Shteti majt është kanceroz, nuk të çon në asnjë vend. Duhet shtet sa më i vogël, policia duhet jetë e fortë, duhet jetë i shndrueshme, duhet jetë e madhe. Duhet të mbajë kontrollin.
Keni raste shumë në të gjitha vendet e Europës që kanë polici, që kanë sistem politik ose qeveri të drejtuar majtas, ka jashtëzakonisht shumë probleme. Siç në Amerikë jo mos jepni më lek policisë, fonde të gjitha të tjera të më thënë, gjithmonë më keq bëhet. Në New York, Chicago janë në kaos total për shemb. Kurse në Texas atje kur ka robi gjithmonë pak më shumë respekt. Jo vetëm për profesionin, po edhe si human, ndaj njëri tjetrit nuk ka as nuk krahasohet. Shumë pak raste. Në krahasime të tjera. Ka shumë herë më pak raste dhunë në Muniz se krahasohen me Berlin. Në krahasohen me Berlinin për çdo qytet tjetër vlen kjo. Shumë deri ku Frankfurti mund të jetë pa problem normalisht, po që duhet polici stabil, nuk është fare politike, pavarësisht se në qoftë se do të duash të gjesh anë, do e gjesh anë gjithmonë. Në një pjesë çdo gjë do jetë politike. Ama kjo është thelbi një herë. Përgjithsesi për këtë unë kam vendosur do kam filluar dhe gjatë të shkruaj për një pjesë monologu të shkurtër rreth pjesës së shtetit dhe policisë. Se kur e themi ne me shteti, erdhi shteti, erdhi policia, mendoj Europë gjithmonë që po të vjen Edi Rama në shtëpi apo po të vjen Lulzim Basha, kupton? Po nuk është ajo. Ajo është thjesht një mënyrë se si është prej ne. Po se çfarë ne do bëjmë me këtë, tani është goxha e pasigurt situata. Nëse duhet ta flisja këtë temë, domethënë duke shumë e rëndësishme, por që nuk e çfarë pret shumë kur shembuj që i jepen shoqërisë janë gjithmonë të gabuar. Nuk ka faj një 16 vjeçar që nesër pas nesër të bëhet i njëjtë si ai, kur shembulli më i mirë që ka Europë, më të suksesshëm që ka ai, janë tipa që janë marrë me lloj që domethënë që ngasin makinat e fundit që kapin edhe partnerët që ata dëshirojnë. Kjo është normale, kjo është standardi. Edhe nëse ti ke probleme në familje, nëse nuk e ke familjen në dashur, nëse të mungon vëmendja X, Y, domethënë normalisht do marrësh të shembull. Gjithmonë në shumicën e rasteve të zgjedhësh një rrugë sa më të shkurtër për të marrë një fitim sa më të madh. Se asnjëri nga ne nuk ka qenë aq i zgjuar tash sa ti gjej gjërat vetë, shumica 99.99% njerëzve që se do kishin pasur as familje, as një rob që ti thoshte, edhe të kishin dalë mundësi të tilla, normalisht do e bënte. Se ti aq është bagazhi. Nga të gjitha anët, dhe kjo vlen për çdo lloj aspekti. Si për pjesa e dhunës në përgjithësi, si pjesa e dhunës ndaj femrave, apo të dashur që kishte bërë ai plera. Kupton? Qofse ai vetëm në mënyrë që ka kapur ndaj gjë, ka qenë atë lloj mënyre, normalisht ai në atë lloj mënyre do vazhdoj. Pse duhet ai të sillet apo të bëj qeste apo të jep çfarë kënd të jetë karizmatike kështu. S'ka nevojë fare, fap. Lonzon goja ti edhe. I ka funksionuar aty, përderisa aty ka funksionuar dhe ai nuk është dënuar, pse mos ta përdori prapë ai? Kjo është thjesht logjike, është logjik 101. Çdo njeri me mend kokë, do vazhdon të bënte diçka që e ka bërë dhe i ka funksionuar pa asnjë lloj pasoje. Pra, duhet rikthyer pasoja, duhet dënuar e gjithë kjo. Ne kemi këto tipa nga të gjitha anët, domethënë. Kemi këto tipa nga të gjitha anët dhe edhe shembujt në përbashkitë e vogla, sepse ka diçka aty që është fokusuar çdo lloj gjëje rrotullohet rreth Tiranës, domethënë se rrallë dalin informacione nga të gjitha të tjera, domethënë. Nga qytetet të vogla, region të vogël, Lushnjë, Berat, Fier. Fieri pak më shumë, domethënë se xhiron dhe diçka më shumë aty se të tjerat. Po në përgjithësisht me këto të tjerat nuk merren që vesh. Ka dal një frym, aty ka qenë, po ka marrë flak ajo fryma e Rion Veldis tash, që çdo gjë që bëhet merri bëj foto. E bën dhe ai kryetari
Bashkisë Beranit vdesin qika, i mbaron fare të nxjerrit qik shumë me foto këta. I duket sikur gjë e mirë shu e thot aktivitete vullnetare për të pastruar lagjet muzeale të Mangalemit, Gorizës apo Kalas. Edhe mua më vjen shumë keq, më vjen jashtëzakonisht shumë keq që asnjë ose shumë minimaliste janë komentet, domethënë që çfarë jetu duke thënë o idiot, edhe nuk e di tani, nëse e kanë nga që nuk e din se si janë ligjet, ose nuk e din për çfarë paguajnë taksat, ose se bëjnë vetë se kanë ndonjë interes. Po nuk mund të nxjerret si punë vullnetare pastrimin e lagjeve kur ti pra të paguan taksën, që është taksa e gjelbërim pastrimit. S'mund ta nxjerrësh ti si aksion vullnetar të. Vullnetarisht pastrohet një breg lumi ose një përrua në dalje të qytetit ku nuk vet asnjëri që për një arsye ose tjetër ka ndodhur ndotje. Për këtë bëhet aksion vullnetar. Po në mes të qytetit atje ku ti duhet të jesh më potent gjatë gjithë kohës, se për atë paguajnë taksa robt, e ti thoj pa bëj aksion vullnetar unë, sikur erdhe ti Zoti të ka sjellë Jezusi dhe na shpëtoi. Ç'është kjo më? S'u kuptoj si e pranoni këtë. Qofsh ju që jeni. A probleme ka lagje që nuk kanë ujë akoma? A lagje që nuk kanë rrugë akoma? Pa drita pa gjë që ta ha ujë ku natën? Filani nxjerr kështu kalamaj të kërcejnë, që është diçka shumë e bukur, bravo i qoftë për atë punë. Po një çik avash gjërat. Çon një rrugë deri atje se nëse nuk kanë ata me ça vinë deri aty, të rrofsh që i nxorr ata kalamaj që kërcejnë atje, pastaj se s'ka kush i shef. Po do projekte që i kile për gjysmë. Duhet kishte mbaruar ai sheshi, që ishte i ri në fakt, sa ishte bërë, por pse mos ta bëj edhe ky si Erion Velie me parking poshtë, me thënë dhe vendosi tipi që mirë, shumë bukur. Edhe unë nga ana inxhinierike mirë më vjen që u projektua diçka me parking poshtë, me thënë, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme kjo. Sidomos për qytetet që janë të vogla dhe që nuk kanë shumë vende dhe që kanë qef ose duan në itarët me të afër të zhvillohen. Po prapë shumë e vështirë ti ikësh aty faktit që dalem, valla, po se mendua aty këtë gjë përpara se ta bëni të. A e bët një herë atëre, apo e bët si është për sy e faqe atëre, domethënë, edhe tani ku të thonë, po haruan parkingun. Ç'është kjo më? Është absurde, më kjo kalon çdo lloj nuk e di. Gjithsesi tani që u bë. Po pse se bëni? Pse s'vazhdoni ta mbaroni? Pse nuk vazhdoni ta mbaroni? Ishte afati për të mbaruar korrik 2021. Isha në gusht, më duket se kanë thënë te episodi i parë të nëse po e përsëris prapë, më falni. Po kjo nuk është normale. Kaluar afati mbarimit, ata nuk kanë filluar akoma. Është kryeri ka plasur ujë aty, sikur gjasme nuk e dinin që kishte tobacione aty. Gjitha domethënë, edhe është bërë atje si pishik, kështu pet kosa, gjallë prinqera, bambum, auiu. Bizneset aty i ka therrur fare rreth e qark, se i ka vënë ato që penat e shpifura. Edhe hajde jetoti. Hajde jetoti aty. Çdo gjë që është ndërtuar është thjesht fasad, është thjesht për të dukur që shife unë po bëj diçka. Gjëra që duhen vërtet një rrugë lidhse, një rrugë që dalin, që të nxjerrin nga qafa sipër për në Elbasan ose në Korçë, nuk ka. Është rruga e Kozarës aty që vdes rrugës, po të kesh se ai shumë kthesa sa ka, se nuk është rrugë jo për jo për qarkullim të rënd ose të shpesht, është thjesht për rob që ikin për qef. Që shiksim ne normalisht se do shmangë trafikun. Po t'ishte ajo rrugë, një barazlefshme me rrugën që është nga Tirana në Elbasan dhe nga Tirana në Durrës edhe në Fier edhe ku di unë, domethënë normalisht nuk do ishte njëri se do ndaheshin, se nuk kam mund pse ti bie nga Durrësi kur i bie nga këtej. Për të përmendur diçka që dua ta kanë filluar të mbledh materiale, kam kontaktuar të personin që do jetë diçka që do e nxjerr në një video, domethënë. Ne jemi në 2021, në vitin 2019 një tutor im në universitetin
Berlini ka pasur temë diplome në ndërtim të rrugëve, ndërtimet e akseve të mëdhaja të rrugëve, domethënë. Dhe si temë diplome ka kërkuar vende që ishin në Europë, po që ishin disi të prapambetura. Thuaj Shqipëri, Malizi, Bambu, ju. Kërkoj nga ne që na kishim aty, nga studentët e huaj, domethënë, po për fatin tim aty, domethënë, që ishim brenda Europë, vetëm unë isha. Të tjerët ishin kurdijon arab, ishin venezueliane, më the të thash. Ja dash filanit hartën e Shqipërisë, i bëra ato hartën e rrugëve kështu me zjaj gjeta se këto tonat janë si labirinte që fillon të kërkosh diçka edhe pa çfat. Të ndihmoft Zoti me Kur'an dhe Bibël derisa ti gjesh ato informacione që duhen, se nuk ka asnjë arkiv, asnjë gjë të saktë. Gjithsesi, e kam dhënë në tetor 2019, në gjysmën e nëntorit, kur më ka ardhur, ma ka treguar projekti që kishte bërë, edhe e ka vënë gishtin fiks tek ajo nyje, që është nga po ta shikosh hartën, domethënë në pjesën e përparme të tomorit, që një aks rrugor i bollshëm mund të lidhë qytetet si Korça, Berati dhe Elbasani me njëri tjetrin. Parashikoj që high speed normalisht nuk do bëj si bëhen në Gjermani, sepse këtu shumica ajo lloj standardi rrugë, domethënë nuk ka limit, po prap me limit po të ishte shpejtësia atje, domethënë do t'i lë jashtëzakonisht shumë shpejt në Elbasan. Nga Tirana, i njëjti standard rrugë që është nga Tirana për në Elbasan, vazhdonte nga Elbasani deri në Tutje dhe rreth tomori do ndaj, do dilte. Një do dilte në Poliçan, tjetra do ikte në Korçë, me sa di unë zbëra tani, nuk e kam lexuar shumë rreth asaj. Por po këto s'let njerëz, këto janë gjëra kolosale që do i hiqnin atë shqelmin që kanë në fyt këto qytetet tona të vogla në jug e gjitha. Po me këto nuk merren njerëz. Ta merren me një rrugë të fshati që e bëjnë si sytë e tyre t'i pëlqasin, jashtë çdo lloj standardi, jashtë çdo lloj gjerësie të dur. Edhe thonë që shiça bëron, tani do rritet turizmi të gjitha. Ore zotëri, ata nuk kanë me çfarë sjellin mallin në qytet për ta shitur. Po i hahet shpirti, nuk po kalojnë dot me fonde nga viti në vit, mezi po plotësojnë veten e tyre. Ti më thon madhëritë e turizmit, kur kam dhjerë më në turizëm, po sa agroturizëm do bënë, se do hapin gjithë agroturizëm. Mundsoja njerëzit të lëvizin pak. Edhe kjo lidhet me shumë gjëra se. Ka dhe shumë persona që nëse rrugët do ishin njësoj që janë Tiranë Durrës edhe Elbasan Tiranë, edhe çmimet e imobilieve në Tiranë nuk do i kishin lidhur shumë, jo. Se nëse unë kam 10 minuta larg atë për çfarë do të paguaj unë 200.000 lekë apo 300.000 lekë më shumë. Kjo është vërtet e pakuptueshme, domethënë një aks rrugor që i lidh gjitha. Pa filluar pasaj për rrjete kryllore, se për ato është haruar fare si tempa, se s'flet njëri fare. Ajo është vetëm zgjidhje që do kapej. Edhe që mund t'i jepte ndonjëherë shpresë të plot, të rëndësishme. Po s'flet njëri për to. Ton nuk marrin. E gjithkohës jemi duke folur Basha Berisha, e kupton? Janë ka dy mortjet që e zënë të gjithë vëmendjen e publikut. Edhe nuk kuptoj diçka më të tërë, se është gjë shumë e mirë, kupton, që këto ndodhin, kupton, të zihen kokat e tyre të hanë. Pamja filozofiku është kur politikanët zihen me njëri tjetri, populli është mirë. Kur politikanët janë mirë, është shumë keq për popullin, se ka diçka që nuk shkon, nëse politikanët shkojnë me njëri tjetrin. Dhe për momentin këta po shkojnë me njëri tjetrin tash. Se ose Rama me Bashën, ose Berisha me Ramën, janë duke shkuar mirë. Me ta, diskutohet që po shkon mirë të kohë të fundit me gjithë këta. Të gjithë kjo vëmendjen që këto Fevziu edhe këto të tjerët ja kanë dhënë këtyre tani që po hanë kokat e njëri tjetrit që shqyqyrin më në fund mbase hapin ndonjë çik vend për ndonjë tjetër. Duhet të ishte te probleme më madhor. Te probleme më madhor që dalim tash që janë rritja e çmimeve.
Unë para 2 ditë fola me shokun tim të fëmijërisë, domethënë që ma shpjegoi mirë sepse nuk isha në brendësi, nuk po e kuptoja shumë mirë, domethënë, po ajo është katastrofale. Është rritur çdo gjë. Normalisht gazin e parë ose shtysin e parë pritjen e çmimeve jep kur rritet çdo lloj lëndë djegëse, për shembull gazi i nafta. Nëse këto rriten, normalisht pothuajse çdo prodhim nga këto rritjet, e kupton? Sepse janë lidhur me kostot e transportit, përpunim, prodhim e gjitha të tjera, pothuajse çdo lloj mënyre që mund ta bësh ti ka nga këto lloj kostos, kështu që do rritet. Por rriten prapë në proporcion. Unë mora një qikë me të ditë, prandaj nuk e bëra që para 2 ditësh podcastin e bëj sot, vetëm që të mblidhe pak informacion, sepse nuk është mirë të thuash llafe kot kur nuk ja ke idenë se çfarë po thua. Që ne mund ta kemi pak më që mund të kemi të njëjtin çmim me Gjermaninë e po me vendet e tjera, është e pranueshme jo për faktin se do thonë ne që ne kemi rrogat, se nga ana e rrogave nuk është e pranueshme fare, domethënë sepse ne nuk e përballojmë dot. Se rrogë thonë që po kanë ata, domethënë njësoj me ne, po ata i ka rroga 3 fishion. Sakt, në rregull. Por ajo nuk varet shumë nga sa e ke rrogën, varet nga ato, si thon, marrëveshjet tregtare që kemi vendet e tjera. Edhe ne nuk kemi aq vend i fuqishëm tash si Gjermania, si Franca apo filani fisteku tash që të kemi ato lloj marrëveshjesh, domethënë që të kemi çmimet siç na do shefi neve, domethënë. Por kjo prap nuk pavarësisht se është kështu fatkeqësisht, edhe nuk është se kemi shumë çfarë të bëjmë nga ajo, domethënë se ajo lidhet jashtëzakonisht shumë me gjeopolitikën, me aleanca më të gjera, domethënë. Por problemi është që maksimumi duhet të jetë njësoj me vendet e tjera, nuk mund të jetë më shtrenjtë se vendet e tjera. Sepse nuk bën sens kjo, e kupton? Nuk mund të jetë i njëjti çmim që nuk mund të jetë një çmim i lartë, në saktë, se sa në një vend që është gja i industrializuar si Gjermania. Në verë, duke normalisht që lëvizim me vllai me makinë, kemi pasur një debat të shkurtër, domethënë rreth çmimeve që i thosha, që e pyesja domethënë që si ndryshojnë çmimet, domethënë njerëz sa ndryshojnë çmimet, domethënë. Se më duket pak kështu si i thon, domethënë sikur bëjnë skeptikun ato të çmimeve në Shqipëri. Këtu rritet thoshte dhe kur të rritet prapë më vonë, domethënë nuk është ndryshon asgjë. Kurse këtu unë nuk ngas makinë normalisht, po sa herë që më ka rënë rasti është gjithmonë që janë si tip valuta, do çmimet ndryshojnë çdo orë, domethënë. Është ndryshe çmimi në mëngjes, ndryshe në darkë, normalisht i përshtaten tregut. Kurse aty me savurare ishte një çmim, edhe kur ti vi radha tash për çmimin tjetër, domethënë nuk i dihet kur mund të ndryshojë prapë. Se ke lë një çik shije të keqe, domethënë sepse çmimi mund të bjeri, po ti nuk ke asnjë lloj backdoor protection, domethënë nuk ke asnjë lloj kontrolli se si lëvizin. Ne nuk ka të di qytetari thjesht kur atë çmimin e shikon atë çmimin që ke vend ti, kur jo çmimin që është online, që ndryshon live, domethënë në të gjitha platformat e ndryshme që ofrojnë këto. Tani largohemi çik principit, kthehemi prapë te çështja e problemit. Jam duke u marrë të gjithë me Ramën. As me Ramën s'o merremi, se të ishim marrë me Ramën do ishim rregull të çipo. Merremi me bashkë në Berishën. Kur problemi i madh për momentin është ky. Që njerëzit do fillojnë të shpenzojnë nga 100 deri në 200.000 lekë të vjetra. Më shumë në muaj, për vetë faktit që janë rritur, e kupton tani të rritësh bukun, e kupton? Unë nuk e them që e ka rritur shteti, as qeveria, as pak më se kanë rritur ata. E ka rritur grupi interesit, e kanë rritur ata që kanë mielin, e kanë rritur ata që kanë lëndët e para, nuk diskutohet, e kupton? Unë e pretoj duam shtetin se për të ka më dhjerë më në shtetet pasaj, nëse ti nuk bën kontrollorin, nëse ti nuk i ndalon këto formimin e këtyre kartelave dhe vënien e një çmimi nga të gjitha anët, domethënë që duhet ata e thonë, okay, s'ka konkurrencë, ne do e bëjmë me njëri tjetrin gjithën të domethënë, edhe hajde, kënaquni, fil çfarë. S'është normale, kjo për këto punë duhet seti, nuk duhet seti mua tani të merret me udalliqe, jo po
do hapim kaq vende pune gjithaj. Jo, mos otri, nuk i hap ti vendet e punës. Ti jep mundësinë. Vendet e punës i hap privati. Po ta ketë mundësinë ai, po ti dali aty llogaria, do ketë 2 punëtor ai tek furi bukës, pas nesër do vëri 3, se do rritë diçka më shumë. Nuk i hapni dot ju vendet e punës. Harojeni. Ju thjesht jepni mundësinë. Vendet e punës që hapen nga shteti janë një hap larg komunizmit ose një socializmi modern, që e ka vërtetuar historia, nuk funksionon. Pesimizmi më i madh është ndonjëherë se duhet të vdesë ai, që është gjë shumë e keqe për ta thënë, po me sa duket duhet të vdesë ai brezi i komunizmit, që ne të rikthehemi çik në këto parimet e tregut të lirë, të mundësive të hapura, të një tregu të hapur e gjitha. Ne akoma njerëzit kërkojnë nga shteti, po nuk është kjo më dha. Duhet ta bësh vetë. Asnjë gjë nuk të jep shteti. Edhe Gjermania e ka treg të hapur social, nuk e di se si përkthehet tash fiks në shqip, domethënë, por është diçka që nuk është fiks i hapur fare. Edhe prap ti jetosh vetëm, për ata që e din, ka goxha të gjus, diku 20% e dëgjojnë nga Gjermania, domethënë, me sa duket jetojnë këtu. Për ata që dëgjojnë nga këtu e din shumë që po ti jetosh vetë nuk është aq e thjeshtë më. Ka vetëm formulare e letra, është nxjie tjetra, të del mjekra vetëm duke u marrë me burokracitë e shtetit. Ama ka një gjë, mundësinë e keti. Këtë duhet të garantoj shteti, të japi mundësinë, duhet të japi edhe lirinë të veprojë, të japi ato për inovacion. Jo të bëhet tash lloj budalliku i mundshëm, ngri taksa, ngri këtë. Ç'është kjo më se është turpi i Zotit. Ne nuk kemi asnjë lloj mirëqenie që edhe mund të taksojmë shumë për të arritur një projekt tjetër më përpara. Është absurde. Ka sa shumë fuqi e lejojmë ne të marrin këto qeveria, pavarësia me emrin si duash, domethënë. Nuk është normale, nuk është e shëndetshme kjo, nuk e siguron dot kjo atë shtysën përpara që na duhet ne. Ne duhet të thrasim me ato para, do të marrim shumë përgjegjësi për veten si individ. Unë vetë kam më shumë përgjegjësi se sa ka Edi Rama për veten time. Edhe kjo është fakt. Çdo individ ka më shumë përgjegjësi se sa shoqëria, se shoqëria nga individet përbëhet. Se po thanë gjithë kohës, jo Rama, jo Basha, jo Berisha, po sa mirë, hajde, ciao, hajde, në rregull. Ata e kanë fajin, hajde pim në një kafe, pra. Se ça ti bëjmë ne? Ata kanë kapur. Edhe kështu do vazhdoj. Nuk është asnjë gjë e çuditshme. Çoni protestoni në çdo lloj mënyre, edhe mos e çoni, ja. Edhe unë s'kam çat bëj. So këtu ku jam unë tani vetëm ti lesh me bileta avioni të vi sa herë keni protesta atje. E bën robi, thot një fjalë, hedh një post, bën diçka, ngrin çik zërin. Që nëse ke mundsinë çon nga kafja, por se nuk vdiqe për një kafe. Hik për një çështje që beson, protesto. Do jetë protesta tash me sa nga ai avokati, nga ai si është glonjatë është ai se më lalaj, diçka e tillë. S'më vjen e mirë më tash gjithsesi. Dini demonstroni se nuk ju bën ndonjëherë. As mos merrni as gura as një gjë. Rob, vetëm ti dhe telefoni jot. Nuk ke nevojë as për pankarta, as për ku dëgjon gura, as për molotov, as për një lloj gjëje. Ato janë e shkuara. Ato janë një nga arsyet që na ka lënë mbrapa. Duhesh vetëm ti si individ të dalësh përpara të thosh që unë jam këtu dhe unë sot do flas për diçka që mua më ndjek gjatë gjithë ditës. Mua më ka pesh në jetën time. Dhe unë këtë gjë dua ta them. Do bëhemi bashkë, është një problem që na prek të gjithë, ta ju lutem hajde bashkohuni me mua. Sa shosha, shirushi në piqet. Ju lutem, dilni, protestoni, ngrijeni zërin, demonstroni për kauzat që janë vërtet me peshë të madhe për jetën tuaj të përditshme, për çdo gjë që ka lidhje
me ambientin tuaj shoqëror, ekonomik në atë vend që jetoni. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Është e drejtë edhe për mendimin tim detyrë fundamentale e një populli që jeton në demokraci të ngrejë zërin për ato që do. 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 10 herë, deri është thjesht çështje kohe. Funksionon. Përderisa funksionon në çdo lloj shoqërie tjetër, funksionon tek ne. Pse nuk duam të sakrifikojmë fare? Atje në Myanmar edhe në to vende të ndeshme, janë pak shembuj të largët, nuk është se janë një paralelizëm i thjesht për të bërë, domethënë, po që u vriteshin ata ndaj dhe prap në rrugë grinin. Në Hong Kong u vritën, u therrën, u gazuan aty, domethënë, dhe prap në rrugë grinin. Pse? Pse janë idiot ata? Mund ta bëjnë ata dhe na e kapën shtetin, nga çfarë të bëjmë tash? Ne hajde pim në një kafe. S'ke çaj bën aty. S'është aty esenci. Nuk duhet të ishet dora i shpejtë, është ardhmë më. E unë që jam larg, domethënë, me vret në ndërgjegje shumë, domethënë që nuk mund të bëjmë shumë. Edhe ja, e munduar gjatë gjithë kohës të gjej një lloj mënyre që të promovoj anën e mirë dhe ta nxjerr në dukje të gjithë anën e keqe. Po unë jam një. Fjala ime ka pesh vetëm për ata që më dëgjojnë mua dhe që e përdorin. Për ata që dëgjojnë dhe se përdorin, e zërë se s'kan folur, edhe për ata që dëgjojnë fare normalisht, s'kan folur, se kanë dëgjuar. Duhet të shtysh shokun, shty vllajin, motrën, kushuriren, babin, lexajin. Është e juaja. Nuk është as e Edi Ramës, as e Lulzim Bashës. Është e juaja. Dhe kjo sjell automatikisht faktin që vetëm ju mund ta ndryshoni. Nuk keni asnjë rrugë zgjidhje tjetër, as unë. Si po flas kështu sikur po drejton, sikur jap leksione, se s'jam në asnjë lloj stadium për të dhënë leksione. Nuk kemi asnjë rrugë tjetër. Edhe unë që ika kam ikur një më shumë të vogël që nuk mendoja fare për këto gjëra. Dhe prap shumica e njerëzve, sidomos njerëzit që kanë mend në kokë, që e dinë shumë mirë se si duhet funksionojnë gjërat, sidomos në vendlindje, do të vrasi prap sa të keq jetën. Nuk do jesh asnjëherë i kënaqur. Mos u dorëzoni. Mos u dorëzoni sepse është thjesht çështje kohe dhe kur çdo gjë të rregullohet, do jeni 100 herë më shumë të kënaqur. 100 edhe 120.000 herë më shumë të kënaqur. Që të thoni, ej, unë isha pjesë e asaj. Unë isha atje kur ne bëm atë. Dhe shifeni, ne arritëm. Fëmijët tuaj do keni një problem, fëmijët tanë, fëmijët e mi, nëse pastaj do kemi problem tjetër. Dhe do jetë shumë e thjeshtë për ata dhe shumë e thjeshtë për ne t'ia shpjegojmë atyre që ata mund të bëjnë ndryshim, sepse edhe ne kur kishim diçka të tillë, më të vogël, më të madhe, kështu e bën. Mos u dorëzoni. Asnjëherë mos u dorëzoni.